Mirëmbrëma të nderuar shikues. Sonte do të flasim për zhvillimet e fundit politike në vend. Rikonstruimi i qeverisë është temë e cila imponua menjëherë pas zgjedhjeve lokale. Mirëpo, reformatimi i qeverisë është shenjë stabilizimi apo destabilizimi për brenda partnerëve të koalicionit qeveritar. Për të kuptuar më tepër dhe për të analizuar se çfarë pritet të ndodhë në Kongresin e BDI-s, të cilët kanë paralemruar reforma të thella për të vazhduar rrugtimin e tyre politik për të qenë si parti stabile në vend. Në këtë drejtim, se çfarë pritet në të ardhmen e vendit sa i përket ndryshimeve kushtetuese, sepse vetëm brenda këtij muaji dy partitë më të mëdha në kampin Maqedonas VMRO DPMN dhe në kampin shqiptar BDI, të dyja partitë mbajnë kongreset e tyre, dhe çfarë pritet pas kongreseve, a ka optimizëm për realizim të ndryshimeve kushtetuese, gjitha këto tema ne sonde do të diskutojmë me dy mysafirët tanë të ftuar, të cilët vetëm kanë arritur në studio. Fjala është për Sefer Selimin, mirëmbrëma zoti Selimi, mirë se erdhët, dhe Gjenor Isenin, mirëmbrëma zoti Iseni, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Sefer, po e fillojmë këtë bisedë me zhvillimet e fundit politike në vend. Jemi dëshmitar që kanë filluar lëvizjet sa i përket të rikonstruimit të qeverisë. Qeveria së fundmi në seancën e fundit ka propozuar pra dy emra për zëvendës kryeministër të parë pra Bekim Sali dhe për ministrët e mjedisit Muhamet Hoxha. Nga ky prizëm, sipas teje, çfarë pritet bëj nga ky pozicion zoti Bekim Sali më tepër se sa zoti Izet Mexhidi? Fillimisht faleminderit për ftesën dhe kënaqësi të flasim edhe me shqiptuesit tuaj. Mendoj që qeveria, ose më mirë thënë, koalicioni vlen në gjykimin tim ka bërë gabim duke propozuar zotin Bekim Sali sidomos për t'ia dhënë portfolion e integrimit të sekretariatit për çështje europiane, siç quhet kjo ministri, sepse zoti Sali, edhe pse është një nga politikanët më të mirë, më të artikuluar, më modest, do të thoja unë, një njeri i cili nuk ka krijuar shumë polemika partijake dhe i ka ikur për plasjeve publike, do të thoja, nuk është në portfolion e tij. Sipas meje, zoti Sali do ta kishte vendin aty ku edhe ka qenë më parë, në Ministrinë e Shëndetësisë, ku do të gjente vetveten shumë më mirë dhe do të mundte të kontribuonte shumë më shumë. Këtë qeveri, ashtu edhe si qeveritë e tjera, është duke ndjekur një, do të thoja unë, një sindrom i pozitës. Zakonisht gjitha qeveritë mundohen që njerëzve të gjenë ministri, pushtet, pozita dhe jo pozitave, ministrive, institucioneve njerëzit e duhur dhe adekuat. Dhe kjo ndodhen edhe në këtë rast. Për shembull, edhe zoti Hoxha. Zoti Hoxha, duke qenë si zëdhënës edhe i qeverisë Gruevskit, por edhe i qeverisë Zaevit si kuadër i Bashkimit Demokratik për Integrim atë kohë, i njeh mirë procedurat e transparencës, llogaridhënies, komunikimit, dhe shumë më natyrore do të kishte qenë që në pozita e tij të përkonte me pozitën e zëvendës kryeministrit për qeverisje të mirë. Ndërkaq zoti Fetaj, si edhe ashtu vjen nga Brukseli, do të ishte pak më e natyrshme që ai të sposohet në pozitën e sekretariatit për çështje europiane. Pra kemi të bëjmë me pazaret ngushta partijake, të cilët kanë për qëllim që të rahatojnë koalicionin vlen, të rahatojnë njerëzit brenda atij koalicioni dhe jo për gjetur personat adekuat për pozitat adekuate. Pra edhe një herë, ashtu si edhe në formimin e qeverisë, këtu u dështua me konceptin e meritokracisë dhe profesionalizmit, duke kthyer edhe një herë në short zgjedhjen e pozitave dhe personave të cilët do t'u theqin. Dakor. Gjenor, në këtë drejtim, këto lëvizjet e fundit janë lëvizje që sjellin një perspektivë, një shpresë për reforma, apo mbase mund të jetë shkak për shkaktuar edhe një krizë më të thellë politike për brenda partnerëve të koalicionit qeverisës, sepse një krizë e tillë u vërejti edhe gjatë fushatës për raundin e dytë të zgjedhjeve lokale. Një plasaritje e atillë që nuk funksionon diçka mbare mirë në këtë koalicion, u vërejti edhe në gjatë fushatës së raundit të dytë. Megjithatë, tani këto lëvizje dhe këto emrime të fundit
reflektojnë krizë për brenda koalicionit vlen që nuk kanë arritë të dakordohen që atë që ngriti si çështje zoti Selimi që njerëzit e duan vendin e duhur, apo në realitet më tepër është një mospërputhje e qëndrimeve edhe me partnerin tjetër qeverisës me VMRO DPMN në këtë rast. Një duhet të theksuar se këto emrime janë, më thonë, emrime për ato pozitat vakante që janë dhe jo bashkë rikonstruim, se u besoj që rikonstruimi real do të ndodhë pas kongresit të VMRO-s që e ka këtë muaj, dhe me thonë konkretisht në muajin janar dhe janë para lajmëruar. Me 6 dhjetore ka. Me 6 dhjetore, mirë po rikonstruimi me siguri do ndodhë pas vitit 3 edhe do të ketë ndryshim të ministrave edhe nga VMRO, pastaj me siguri që do të ketë edhe te koalicioni vlen. Këto emrime janë, me thonë, nuk kanë bërë shkëmbime të poziteve. Zoti Hoxha merr pozitën që e ka drejtu, dhe me thonë kuadër, konkretisht tani më kryetari Çajirit i LD-s, zoti Izzet Mexhiti, ndërsa njëjtë edhe e ka drejtu edhe Ministrin për çështje evropiane apo sekretariatin Alternativa. Pa diskutim që zoti Sali pajtohen plotësisht që lëmia e tij është shëndetësia dhe do ta udhëheqte shumë më mirë, por kjo kemi pas edhe ne edhe shembujt kaluam, sikur zoti Mer Selmani ka qenë edhe ministër i shëndetësisë, edhe zëvendës kryeministër dhe ndoshta do ta udhëheq edhe këtë pozitën e zëvendës kryeministit parë mirë, absolutisht që zoti Sali nuk shquhet për person që është përplasur ashpër me opozitën, shquhet për një njëri i qetë dhe i thjesht, as në parlament nuk e kemi parë duke qenë deputet përplaset me opozitën, sa i përket zotit Hoxha, i ka një farë lloj. A duhet këtë rast gjenor që pushteti, ose parti që janë në pushtet të përshatin figura të vendosin në pozicion udhëheqje me figura sa janë të pëlqyera dhe për partitë opozitare? Nuk do të thotë ajo, po për dallim prej, domethënë kolegëve të tij qerë që i kanë parti që shuhen për shumë përplasje tash për me opozitën gati çdo ditë, zoti Bekim Sali nuk ka pasur, spaku nuk kemi qenë dëshmitar as edhe në fushat të përplaset me ndonjë eksponent të opozitës, por u ndalet te zoti Muhamet Hoxha që e merr tani dikasterin e ekologjisë, ka një eksperiencë goxha të madhe institucionale dhe kur ka qenë edhe zëdhënës i BDI-s në qeveri dhe nuk është qu për ndonjë dyshim korrupsioni, për dallim që i kam pasur edhe atëherë kolegët që u shpalosën edhe nga kolegët tjerë, domethënë të tij, zakonisht për zotin Hoxha dhe kur ka qenë BDI nuk ka qenë objekti kritikave dhe tani nga vlen ku është tani zoti Hoxha dhe mendoj që ka qenë është sadopak një zgjidhje e mirë për atë post. Mes tjerash theksove që pritet bëhet rikonstruimi i qeverisë në janar, për cilat resor bëhet fjalë sipas teje ku duhet të intervenohet në këtë situatë? Po, sipas asaj që është paralajmëru edhe nga kualorat paratriake, po edhe nga mediat që kanë shkruar këto, supozohet që të ketë ndryshime në drejtësi, në më thonë ministrin e drejtësisë. Në shëndetësi gjithashtu është. Po, në shëndetësi është përfol me siguri që do të ketë ndonjë ndryshim, sidomos është përfol edhe në mediat shqiptare, kjo është shkruar, por me gjasë në këtë herë nuk do të ndryshohet ministri aktual, sepse vetëm 2 emra janë dërgu në kuvent, por mendoj që shumë do varet edhe se si, sa i përket do me thonë të Pala Maqedonës, si do kaloj kryeministri Mickoski në kongres, tash që do e ketë nga kjo periudhë qeverisës nuk pritet ndonjë ndëshkim nga partia e tij, sepse me gjas ka përmbushur një pjesë të misionit tij që e ka paralajmëruar si kryetar. Megjithatë ne do të themi kritikat e humbjes apo rëmjes së 120.000 votave për dallim nga zgjedhjet parlamentare që kishte. Kohës së fundit, Sefer është përforcuar narrativa që nuk mund të kaloj asnjë propozim nga partnerët shqiptar në këtë përbërje qeveritare pa pëlqimin e kryeministit të vendit Hristijan Mickoski. Dhe ky narracion pra është një standard i ri që po ndodh për herë të parë, apo standard që është i trashëguar, një praktikë që ka qenë
në funksion edhe para kësaj garniture qeveritare? Mirë, duket ajo është vërtetuar në këtë një vjetë gjysë që kjo qeveri ka një udhëheqës të vetëm, dhe ajo është Mickoski, i cili merr vendimet sipas prioriteteve të tij, ndërkaq pjesa tjetër e koalicionit edhe Vlen edhe Znam janë vetëm aty për të mbështetur vendimet e marra nga zoti Mickoski. Ne kemi parë arrogancën e tij që vjen edhe nga numrat të cilët i ka në parlament dhe kjo në fakt i jep atij komoditetin që të mundet të sillet në këtë formë. Pse përket tash edhe dy partnerëve tjerë, edhe koalicionit Vlen edhe Znam, zoti Mickoski, sidomos në raport me partnerin shqiptar, i mori në qeveri si humbës dhe tani i instaloi si fitues në pushtetin lokal. Dhe ato detyrimisht do duhet të jenë shumë amortizues ndaj çdo veprimi dhe çdo vendimi që do ta merr zoti Mickoski, duke qenë të nënshtruar për shkak të këtij raporti të krijuar nga zoti Mickoski. Do duhet shumë ketë ndonjë veprim skandalos për të nxitur apo për të mobilizuar faktorin politik shqiptar në qeveri. Vlerëson se edhe ky rezultat i zgjedhjeve lokale nuk i bën Vlenin si koalicion shqiptar më absolutisht ju e shihni stabil në qeveri? Absolutisht jo. Do duhet Vlen fillimisht do duhet të bashkohet si forcë politike që në pikpamjen time është shumë e vështirë të arrihet, që të mundet të imponohet si faktor. Kështu janë parti mahallash të cilat zoti Mickoski i vënon e i nxjerr prej qeverie si ti teket atij. Dhe në shumicën e rasteve do të ndodh ashtu siç ndodhi edhe me ASH-n e zotit Taravari, edhe nëse do të largohet, funksionarët do t'i ngelin brenda në qeveri. Pra, ky konstelacion politik ka vendosur një standard të cilën do të jetë shumë vështirë për ta zhbërë në të ardhmen. Faktori politik shqiptar nuk është faktor në qeveri, por është vetëm pjesëmarrës, është pak a shumë kontribues në qeveri, por nuk merr vendime. Në shumicën e rasteve nuk merr vendime përveç dikaserëve me të cilët i udhëheq, ndërkaq politikat e mëdha janë transferuar dhe janë koncentruar plotësisht tek faktori politik maqedonës. Gjenor, kush merr vendime për shqiptarët në këtë përbërje qeveritare? E para duhet të theksuar se, me thonë fatkeqësisht, zoti Mickoski ka 58 deputet që sadopak e minimizon edhe fuqinë e palës shqiptare që është qeveri, sepse ka vërtet shumë deputet dhe me këtë edhe minimizohet edhe procesi vendimmarrjes, do me thonë mund të shkon ndonjë vendim edhe pa e pyet fare as Znamin edhe as Vlenin dhe të merr sepse këtë ja japin numra që i kanë pushtet dhe nuk duhet bëhet ai krahasimi me qeveritë e kaluara, sepse ne e dimë se qeveritë e kaluara shqiptarët kanë qenë faktor për shkak se kanë qenë determinant se kush do të jetë domethënë edhe kryeministër, sepse vetë kryeministri Zaev ka qenë i valur nga shqiptarët. Ti vlerëson se nuk duhet mu krahasu me qeveri tjera, në këtë rast me BDI-n si parti opozitare, mirë jo me qeverinë e kaluar, tha sepse numrat kanë qenë krejtësisht ndryshe, domethënë zoti Zaev ka pas 44 deputet, ndërsa zoti Mickoski ka 58. Po, këtu ka një replik Seferi, por në Sefer. Është e vërtet kjo, siç e thash, arroganca e zotit Mickoski buron nga numra, por ne nuk do të harrojmë që edhe në 2011-ën Gruevski kishte 61 deputet. Edhe më shumë se sa. Në 2014-ën po ashtu kishte një numër shumë të madh deputetësh. Dallimi në mes të kësaj qeverie, të këtij faktori politik shqiptar që është në qeveri, dhe unë e kuptoj që arroganca e numrave zotit Mickoski ja jep komoditetin për të sjellë kështu. Megjithatë, në qeveritë e kaluara proceset nuk mbylleshin, nuk amortizoheshin, nuk relativizoheshin, nuk arsyetoheshin në këtë masë siç bëhet tani. Tani edhe veprime, edhe vendime të cilët duken në shesh, duken në dritë të diellit që janë të dëmshme për çështjet politike shqiptare, për shqiptarët për të drejtat kolektive të shqiptarëve, po edhe të qytetarëve në përgjithësi, mbrohen dhe madje edhe shiten si të arritura të kësaj qeverie, si të arritura të faktorit politik shqiptar. Pra, këtu është absurditeti dhe ajo që është papranueshme të paktën për mua dhe për një pjesë madhe të qytetarëve, sepse unë e kuptoj edhe një herë, them. Zoti Mickoski e ka komoditetin, prandaj edhe i mori si humbës në qeveri.
i instaloi si fitues në pushtetin lokal. Vota determinante e VMRO-s i bëri kryetar në pushtetin lokal, thuajse në të gjitha komunat, janë shumë pak komuna ku nuk ka pasur, ku nuk ka qenë vendimtare vota e VMRO-s, qoftë për aspekt psikologjik, qoftë për instrumentalizimin e të gjitha institucioneve publike, parapolitike, politike, brendshme të jashtë, me gjithë faktorin, me thëmë, VMRO-ja nuk ka pasur fushat me SDSM-n. VMRO-ja ka qenë në funksion të vlenit, duke ja bërë edhe strategjinë e komunikimit, duke ja vënë në dispozicion të gjitha mediat maqedonase, duke ja vënë në dispozicion të gjitha resurset shtetërore dhe jo shtetërore për të arritur në këtë. Sipas teje, Sefer, këtë bëri VMRO se kishte nevojë për një partner më të fortë apo për ta dëmtuar edhe më shumë BDI-n? Shini, e vetë një arritur e Mickovskit është që BDI-a është në opozit dhe këtë u apremtoi votuesve të vetë dhe e dërgoi në opozit me votat e veta, jo me votat e shqiptarëve. Pra, BDI-a në opozit është për shkak të votave të VMRO-s, jo për shkak të votave të shqiptarëve. Dhe kjo është fatkeqësia në këtë rast, sepse BDI-a do duhej të shkonte në opozit qysh para 10 viteve nëse do të ishin bashkuar. Po, nëse do të bashkoheshin partitë politike shqiptare. Gjenur, me çka nuk pajtohesh ti këtu? E para duhet theksu se koalicionimet mes partnereve shqiptare dhe partnereve Maqedonas në zgjedhjet lokale, qoftë BDI apo tash vlen apo PDSH kur ka qenë, kanë qenë natyrshme, zakonshme dhe s'ka kështu asgjë kontestuese. Absolutisht nuk pajtohem sepse shumë eksponent të BDI-s me referendumin e famshëm, që nuk e përmendëm fare pastaj në raundin e dytë, thanë që test, se tani, kur thatë ju a du tjetë vlen pak më ndryshe se që ka qenë, sepse shumë e vërtet është që vlen e ka pasat barën e legitimitetit në kalumën që mbisupe që disi e ka... Cila nuk e fitoj asë në këtë rast. Jo, e ka fitu. Dalimi është mbi 28.000 vota. Të cilën e ka pas Hashim Mickovskis dhe tani nuk e ka. Tani unë pres një vlen pak shumë ndryshe sepse shumë eksponent të AKI-s në zgjedhje lokale kanë thënë që testi legitimitetit, po të citoj, testi legitimitetit të shqiptarët do të jetë çajre dhe tetova. Dhe këtë test pa pikë dyshime e kanë kalu, vlen dhe duke u bazuar në këtë narrativ. Vleni ka kalu testin e legitimitetit dhe kjo, ju jeni të e po që edhe as eksponentet e BDI, se të më AKI nuk ka, po tani ka BDI, dhe gjder ka pas vetëm BDI, po ajo ka qenë si farloj mbulimi kozmetik i koalicionit, nuk e përmendim këtë legitimitetin. Unë, Sefer, ndoshta po, dhe ndonjë komun ka pas ndikim mbështetja e VMRO-s për të fitu kandidatët e vlenit, konkretisht ka pas ndikim jashtëzakonisht madh në Struk. Dibër. Por jo në Dibër, po nishin në Korçov. Mendoj ka qenë kundërta, Vleni ka ndihmuar fitohet. Por në Çajër nuk ka pas ndikim. Nuk ka pas Çajër ndikim. Ashtu ndikimi nuk është vetëm në numra. Ka pas fushat jashtëzakonshme kundër Bilal Kasamit nga Levica në Tetov, sepse 4.000 vota nuk besoj që kanë qenë vota maqedone që e kanë bërë dallimin ndaj zotit Bajram Rexhepi në Tetov. Tani, në Haraçin nuk ka pas VMRO-ja, në Saraj nuk ka pas VMRO-ja. Në Saraj e ke saksisht numrin e VMRO-s të nxjerrur nga... Të thush që Mickovski ka fitu të palët shqiptare, seriozisht ofendim edhe për shqiptar që kanë votuar. Jo, për qenë korrekt me opinionin se edhe në Saraj, në Haraçin, diferenca ka qenë shumë parlamentare, në Saraj, BDI, se tash kishte AKI. BDI ka fitu Vlenin me minimum afër 3.000 diçka vota, 3.000 vota. Kur? Në zgjedhje parlamentare. Nëse tani lokale, pse s'pecekim këtë fenomen? Vleni e kthen rezultatin. Vleni e kthen rezultatin, do me thonë e kanë votuar edhe shqiptarët. Absolutisht që e kanë votuar edhe shqiptarët, po determinuese ka qenë vota e VMRO-s dhe mbështetja e VMRO-s. Ka qenë mbështetje e palës maqedone anasjelltas kur kanë garu në zgjedhje lokale, një ka ndodhur edhe me BDI-n edhe me SDM kur kanë radhu para 4 vjet. Gjenur, unë nuk kam problem, unë vi për një qyteti ku është një qytet multietnik, në të cilin vota e bashkëqytetarëve tanë Maqedonas ka peshë të madhe për të përcaktuar natyrisht, po. Unë nuk nisem nga asaj. Çdo herë kanë përcaktuar. Nuk është hera e parë. Megjithatë, domethënë dallimi kësaj radhe është që VMRO-ja është vendos plotësisht në shërbim të fitores së Vlenit. Dhe nëse do të marrësh krahasimin e numrave për këshilltar,
cilat përfaqësojnë vot, tash mos e po tash nuk Okej, mund ta ignorojsh. apo jo, Nuk mund kjo ta është ignorojsh. arsyetim Ky edhe është- opozit. Mirë, ketë Po në rregull. është realiteti sepse në fakt pesha e mbështetjes, legitimiteti Votës i partijake. votës partijake, shqiptare, vjen nëpërmjet listës për këshilltar. Dhe këtë nuk e them unë, kjo ka qenë gjithmonë e aty. Ku mund ta dallojsh ti se sa vota ka pasur? Si mund ta dallojsh për shembull që nuk janë votat E para të çdo sefer. VMRO-s ose janë të LSD-s? Çdo herë vota. Si bën krahasim? Çdo herë pikërisht me këtë mendësi se kanë hyrë në zgjedhje edhe opozita, edhe i kanë humbur komunat, sepse faktikisht zgjedhjet lokale janë asocimi i parë zgjedhjet lokale sa komuna i fiton. Janë zgjedhjet, kjo ka Zgjedhje qenë lokale, situatë e jashtëzakonshme. Pse e jashtëzakonshme ka Sepse qenë? ti ke goditjen më të rëndë që i bëhet marrëveshjes Ohrit nga kjo qeveri. Në të gjitha elementet, në përfaqësim, në gjuhë, në takodonin zgjedhje parlamentare, domethënë kishmi situata ku në mendimin tim i vetmi veprim i drejtë ka qenë i zotit Menduthaç, që bojkotoi zgjedhjet. Ai bojkotoi për arsye të tjera. Ai bojkotoi për arsye të tjera, megjithatë unë po të isha opozita shqiptare, unë do të refuzoja të merrja pjesë pa pasur zgjedhje të parakohshme parlamentare bashkë me ato Në lokale. këtë drejtim, Gjenor ti po pajtohesh që kjo qeveri ka rënuar marrëveshjen e Ohrit, po sipas teje kjo u zhdash të ngritet në zgjedhjet parlamentare dhe jo në zgjedhjet Po pa lokale. diskutim, sepse ne termi referendum, në me thonë, pse, vetëm një shembull, edhe ti ke qenë dëshmitar. Po, në raundin e parë, termi referendum ka bizotru, narrativi referendumit ka bizotru shumë edhe seriozisht opozita krijoi percepcion se do ta shkeri vlenin zgjedhje me termin. Nëse në raundin e dytë nuk ka shpërmend fare ky term. Pse? Sepse shkonin në një vend rural apo fshat rural, dhe ai fshat ballafaqohet me mos pasjet kanalizimit, mos pasjet ujit, ndërsa eksponentët e AKI-s përmendin referendum dhe ata thonë shife, ne jemi tetur për ujë, dikush që ka jetur për pushtet dhe ndoshta arsyetimet e opozitës kanë qenë krejtësisht korrekte, krejtësisht arsyeshme, mirë po jo për këto zgjedhje. A kupton? A vlerëson se kandidatët e koalicionit ven janë marrë vetëm me probleme lokale? Absolutisht po. Absolutisht nuk janë marrë pa diskutim. Kjo është sekret publik. Kjo është sekret publik. Me çdo kusht dëshironte VMRO-ja ta tërheq vëmendjen edhe Vleni nga problemet të cilat ishin. Vetëm me probleme lokale sepse tematika ka qenë e tillë. Nëse le të më tregoj, ne mund dalim sot në një bashkë prej zyre dhe tulemi edhe dalim flasim me qytetarët e Çajirit, të Tovës, edhe të pyesim se cilin premtim lokale mbajnë. E para, e dyta, nuk është vërtet që opozita nuk ka pasur program për çështjet lokale. Po nuk e kanë eksponuar, nuk e kanë eksponuar. Po në çdo lagje ka pasur takime. Po mirë, kanë bizotruar narrative referendumit, kemi sinqerta. Por në për lagje, në për vendbanimet ndryshme, gjithkundi është shku si prej Vlenit, si prej opozitës, ka pasur prezantim të programeve lokale dhe adresim të çështjeve që kanë bëjnë me zgjedhjet lokale. Po ajo që i ka dhënë fokus opozitës është vetëm referendumi. Po normal se ti nuk merresh, edhe unë po të kisha qenë në garë, unë do të veproja me po të njëjtin sens sepse unë nuk flas për kanalizim për sa kohë që mu më shkilet dinjiteti. Po strategji humbse ose fer. Atëherë tregom pse në raundin e ditë nuk e përmendën referendumin fare. Po është problemi atyre, unë tisha të njëjtën do e kisha bërë, do e kisha vazhduar të njëjtën luftë. Unë thash unë nuk do kisha marrë pjesë në zgjedhje, po tisha në garë. Sepse për mua, përsa kohë që mua më shkilet dinjiteti, më zhbëhen gjërat kryesore cilat është derdhur gjak, si në fshatin tënd, si në qytetin tim, si gjithkush prej nesh është sakrifiku në ndër vite për të arritur deri te këto drejta dhe unë do të kthehem, do të flas për asfalt ose për bekatonka. Po ai ka ardhur, vjen në shtëpi, ai ka bjetur gjithmonë, nuk ka pasur problem faktori politik Maqedonas të blej ty me kanalizime edhe me asfalt edhe me bekatonka. Problemi i përpjekjes politike shqiptare s'ka qenë vetëm për kanalizim dhe bekatonka. Ka qenë për drejta. Dhe kur këto drejta të shkilen ti nuk mund të arsyetojsh dhe relativizosh se po shtroj unë 10 metra asfalt. Friga vetme ka qenë. Ti këto zgjedhje e BDI-s për këtë narrative në referendumit. Njëre marrëveshja e Ohrit ka përfunduar, s'ka përfunduar, 4-5 herë ka përfunduar marrëveshja e Ohrit.
na pa diskutim që marrëveshja duhet të jetoj. Për kë e ke Për fjalën? opozitën e kanë fjalën. Po pjesë e opozitës a kanë qenë edhe disa eksponentë që janë pjesë e vlerit. Po e vërtet. Që përqen korrekt shumë e vërtet është. Jo vetëm një moment, Gjenor, se mes tjera është veri e përmendit që koalicioni Vlen kanë vazhdu, kanë pranu të hynë në qeveri si humbës dhe kjo i ka detyru që ata tjenë të nënshtruar. Tani pas zgjedhjeve lokale, pra e dëgjove, si pas seferit, ndihma që ja ka dhënë VMRO DPMN koalicionit Vlen i bën edhe më të nënshtruar që të vazhdojnë këtë avar. Jo, përkundër Sipas tani ku nuk pajtohesh. Tani e kam thënë edhe më herët dhe emisione tjera, tani më vlenin se ne kemi qenë dëshmitar këto një vjet e gjysmë se për shumë probleme që janë aktualizuar sërish, kanë qenë edhe të kaluar e kanë pas te BDI-ja, me thonë. Tani vlenin nuk e arsyetohen më prej pas zgjedhjeve lokale që për politika ku di se çfarë do të vinë, domethënë, armëtar ta akuzon BDI-n sepse qytetarët faktikisht edhe një herë sepse 100.000 vota, afro 100.000 vota nuk janë edhe pak vota. Sepse ne kemi pas edhe në kaluar me po i mban mend zgjedhjeve të fundit me 6 ne BDI-ja ka qeverisë me 83.000 vota për shkak opozitës përçar vitin 2013 apo 4 edhe vitin 2013 dhe vlenin nuk e arsyeton absolutisht tani asgjë, as kjo arsyetime se BDI ka fajt. Do të thonë ky narrativ duhet të zhduket nga fjalori i tyre sepse tani atë barrën si thash më herët e legitimitetit nuk besoj që e kanë mbi supe dhe do të mund më lehtë të përballen ato politikat madhore që duhet të zhvillojnë me kryeministin Mickoski. Unë thellësisht jam i bindur, si thash edhe më herët, sepse percepcioni që ju kriju në opinion që AKI do të fiton sepse shumë eksponentë apo liderët të AKI-s thoshin që do të fitonin 3-1, 4-1. Mi qenë të vetëdijshëm. Unë besoj që edhe vetë VMRO ka qenë e befesuar për numrit komunave të fituar të koalicionit Vlen. Ndoshta edhe vetë koalicioni Vlen ka qenë e befasuar, ndoshta nga ky rezultat, po kjo vjen, besoj që do të flasim prapë nga gjendja aktuale e BDI-s apo siç kemi qenë dëshmitarë në kaluar historikisht shqiptarët në zgjedhjet lokale çdo herë kanë votu për atë parti që ka qenë pushtet dhe pikërisht këtu ishte edhe narrative referendumit tu mbillet aktivistëve në mendje se të votohet BDI-ja sepse ne do të kthehemi në pushtet shumë shpejt, sepse vetëm ashtu fitohen zgjedhjet lokale me atë pretekstin që partia që është në pushtet duhet ta ketë edhe pushtetin lokal që mos me pas domethënë pengesën ato blokada qeveri pushtet etj dhe këtë BDI e ka ditë shumë mirë domethënë edhe për atë edhe ka qenë ky narrativ, por ja që ndodhi ajo e kaluara domethënë trashëgimia e mendësisë nuk ka sa i përket zgjedhjeve lokale të shqiptarët ende nuk ka ndryshuar. Sefer, përkundër faktit që mes tjera shteksove disa herë që përfaqësuesit shqiptar nuk janë faktor në këtë përbërje qeveritare, megjithatë, koalicioni Vlen, që nga themelimi prej vitit kaluar është themeluar me idenë që një ditë do të shkrihen në një subjekt të vetëm politik. Dhe këtë tema e shkrirjes mbase u zgjat edhe pasaj për arsye të tjera e prolonguan këtë proces të shkrirjes, me çka si hapa në këtë drejtim morën shkaktuan moratorium të aktiviteteve partijake për të konkretizuar dhe orientuar vetëm në koalicionin Vlen. U thatë që me njerë pas zgjedhjeve lokale do të filloj ky debat dhe është fakt u riaktualizua tema e shkrirjes. Në këtë drejtim, si pas prizmit tënë dhe i një besoj edhe qartë edhe subjektet politike edhe përfaqësuesit politik aty që janë. A ka shpresë dhe a ka optimizëm që ky koalicion Vlen të shkrihet në një subjekt të vetëm politik? Unë seriozisht besoj dhe uroj që do të ndodhë kjo, sepse në radhë të parë është shëndetshëm për përfaqësimin politik të shqiptarëve, sepse kështu si parti mahallash. Në fakt edhe kjo ka qenë gjithmonë tendenca apo strategjia edhe faktorit politik Maqedonas, por edhe e faktorëve të jashtëm që shqiptarët të jenë parti mahallash, lagjesh, që të mundet bëhet ajo si punë tregtie, merr njëri nxjerr tjetrin, duke mos pasur pesh në vendimarrje dhe për të mos mundur ta trondisësh një qeveri apo ta kurzosh me kërkesat tuaja. Dhe kjo u tha në disa raste edhe paraprakisht. Megjithatë, për mua do të jetë shumë e vështirë në prizmin tim
sepse Vleni është një konglomerat vlerash të cilat janë kundërthënëse njëra me tjetrën në shumë raste. Është një konglomerat idealesh politike të cilat janë kundërthënëse me njëra tjetrën dhe kemi të bëjmë me lider të cilat para se të bashkohen janë përçarë. Se cili prej atyre del nga një përçarje. Zoti Kasami udhëheq një parti të përçarë. Në që kuptim, Zoti Selimi udhëheq këtë parti të përçarë? Po, udhëheq sepse Besa u ndarë në dy pjesë. Keni alternativën që është parti që ka dalë nga një përçarje. Keni Besën që është një parti që ka dalë nga një përçarje, ose ka mbetur e përçarë. Keni Zotin Mexhiti që ka dalë nga një përçarje prej BDI-s. Dhe keni Zotin Arben Fetaj që pretendon se përçan ASH-ën për të mbajtur, për të përfaqësuar në emër të saj. Dhe tani kur merr psikologjin e këtyre liderëve, të cilët janë liderë veç për shkak përçarjes, është vështirë të presësh që ato të mund të bashkohen. Megjithatë, unë mendoj që ato do të bëjnë një do gjenjë një maskim për të treguar se janë të bashkuar. Por bashkimi i vërtet do të ndodhe, unë e kam thënë edhe më herët, në momentin kur zyrat, pronat, pasuria e partive politike do të shkrihet në një subjekt. Dhe jo ato të veprojnë si kur janë të bashkuar, megjithatë pronat dhe pasuritë e partive të vazhdojnë të ngelen të ndara, sepse jo vetëm unë, po thuaj se çdo qytetare di sakt se cili zyrtar i cilës parti politike është, e di sakt se cili aktivist i cilës parti politike është, e di sakt se cili punësuar në institucion publik për cilës parti politike vjen. Dhe është ajo edhe nëse bashkohet është lehtësisht e ndajtshme. Dhe prandaj nuk unë do të uroja, seriozisht do të uroja, sepse megjithatë neve na duhet faktor politik shqiptar i shëndosh, i bashkuar që do të mund të imponohet në vendimmarrje. Dhe ne nuk duhet harrojmë edhe një gjë, se Maqedonia e pas vitit 2001 është një qeveri, është një organizim politik, është një organizim shtetëror të sistemit politik unitar, që nuk ndan territore, por ndan pushtetin, power sharing. Nuk ndan ti me marrëveshjen e Ohrit ke imponuar ndarjen e pushtetit në mes të dy komuniteteve më të mëdha, duke përfshirë edhe komunitete tjera më të vogla, por duke u dhënë peshë në vendimmarrje. Përndryshe do duhesh të zgjedhim të kemi zgjedhje territoriale, federalizim, kantonizim, apo forma tjera të organizimit të cilët do duhet i bënim. Prandaj, partitë politike shqiptare duhet ta ritheksojnë, posaçërisht këto që janë në qeveri, se modeli i qeverisjes së Maqedonisë si shtet unitar bazohet mbi ndarjen e pushtetit. Dhe shqiptarët duhet të jenë do e mos faktor kyç në marrjen e vendimeve. Dakor. Gjenur, a ka rivalitetet të mbrëmshme sipas teje në koalicionin Vlen që bëjnë të pamundur procesin e shkrirjes së këtij koalicioni në një subjekt të vetëm politik? E para duhet të theksu se mbas rezultateve të zgjedhjeve lokale tregon që si koalicion ka pas shtrirje gati se janë etabluar mirë për një e të gjithë gati se në tërë shtetin. E dyta është se votuesi edhe për herë dytë Vleni nuk e ka votuar sepse është një parti, por e ka votuar për parti që janë brenda atij koalicioni. Dhe kjo ndoshta ju jep komoditetin gjithë eksponenteve që janë aty brenda, por tani shpërfaqen vetëm dy që mos të nguten në procesin e shkrirjes së Vlenit në një parti, edhe pse e din që është shumë e rëndësishme që të zhvillohet kjo, por jo nën presion. Mos të nguten, Vlerëson? Po, mos të nguten, edhe jo nën presion. Unë mendoj që kjo duhet... Po sepse tashmë 2 vite po i bëjnë si koalicion? Unë mendoj që kjo duhet të shkrihen, nga poshtë, edhe jo nga lart, dhe të shkrihen, nga aktivistët, të formohen dege në ndege dhe pastaj ajo shkrirje të prodhojë një leadership apo një lider, dhe mos shko,
prej lartë e poshtë. Unë jam mësej sigur që janë vetëdijshëm që procesi teoretikisht ose kështu deklarativisht shkrirja prej poshtë tingëllon bukur, por në praktikë është vështirë shumë e vërejtshme kjo që nga mediumet ato pos presion të madh, domethënë që vlenit shkrihet. Jo, mediumet po i mbajnë për fjalën sepse këtë kanë premtuar që më njëherë pas zgjedhjeve lokale do të fillojnë me procesin. Po këtë edhe jam të thënë edhe zoti Kasame edhe zoti Mexhiti në përparaqitjet e tyre publike që nuk e mohojnë një gjë të tillë, por jo, ajo çfarë ka thënë zoti Kasame, zoti Mexhiti janë kundërthënëse, po ne do të pas një nuk thonë që jemi kundër shkrirjes. Janë kundërthënëse vetëm në dy aspekte, sepse zoti Kasame njëherë në paraqitjen e mbrëmshme, njëherë përmend atë modelin e trupit presidencial që ngjen gjithë partitë, domethënë të përfaqësuara. Jo, për shkak mbase ideja e zotit Kasami ishte formimi një trupit presidencial për shkak të mungesës së besimit të ndërsjellë për brenda liderëve të vlenit. Jo, krijohet besim edhe më shumë i ndërsjellë. Për shkak të mungesës së besimit, sepse kur mungon besimi, të jepen kompetenca më tepër trupit presidencial që mos të jetë lideri fuqiplot. Në këtë kontekst elaboroi kështu zoti Kasami, në ndërkohë zoti Mexhiti në një televizion tjetër ka theksuar që lideri i koalicion Vlen duhet të zgjidhet mes tij dhe zotit Kasami. Po i ka bazuar domethënë në bazë të rezultateve zgjedhjeve lokale. Po, dhe si mendon ti këtë drejtim? Zoti Kasami ka fituar gati gjithë anën e Pollogut, njësinë zgjedhore nr. 6, në anën tjetër është zoti Mexhiti që i ka fitu shumicën e komunave në rrethinën e Shkupit dhe por vetë fakti që ende janë nën ombrellën e Vlenit, sepse gjithë jemi edhe ata e dinë që po që se të garonin veç e veç, nuk do të fitonin ndoshta edhe asnjë komunë, por emblema Vlen apo sjell votë, edhe e dinë mirë, edhe zoti Kasame edhe zoti Mexhiti, por nuk duhet kjo çështje ky proces të rrjedh nën presion, sepse nuk do të ketë efekt. Unë prapë them që mos të bashkojmë prej zorit. Po. Dakor, Sefer, sa pajtohesh ti me këtë qëndrim? A ka apo bëhet presion publik ndaj koalicionit Vlen që me do mos duhet shkrihen, apo në fakt këtë narracion është një çështje një premtimi të tyre dhe një nevojë domosdoshme, sepse fragmentimi politik shqiptar ndikon pasaj negativisht edhe në faktorizimin ekzekutiv. Unë thash që në pikpamjen time është patjetërsueshme që të bëhet. Po. Do të ishte shumë e dëshirueshme, sepse fragmentimi sjell dobësim të përfaqësimit politik të shqiptarëve. Megjithatë, po e ripërsëris, në pikpamjen time është shumë e vështirë të ndodhë kjo. Dhe presioni nuk bëhet nga publiku. Presionin e kanë bërë vetë liderët e Vlenit, të cilët thuajse në 2 vite në vazhdimsi premtojnë dhe publikisht deklarojnë që Vleni po shkrihet, Vleni po bashkohet, Vleni funksionon si një, më thënë kanë gjetur forma e mënyra të ndryshme për ta shmangur këtë bashkim. Tani duhet ta bëjnë ose të thonë që nuk bashkohemi, vazhdojmë si koalicion që do të jetë edhe ajo në rregull. Sepse kjo paqartësi e organizimit politik lë hapësirë që ato të mos e kenë fuqinë që duhet ta kenë brenda edhe në qeveri. Pra, më tepër se sa për dikë tjetër, këto duhet ta qartësojnë këtë situatë për të imponuar vetveten si faktor politik në qeveri. Gara politike është diçka tjetër në terren, ku votuesit pastaj vendosin të t'japin votë ose jo. Megjithatë, në qeveri, aty ku merren vendimet, duhet të kesh pushtetin që e ke marrë prej votuesve për t'u imponuar si faktor. Gjë që nuk e shohim fatkeqësisht tek zoti Mickovski, sepse zoti Mickovski edhe publikisht, edhe simbolikisht, por edhe de facto dhe de jure ka treguar shumë herë shpërfillje edhe ndaj përfaqësuesve qeveritar, por edhe ndaj opozitës shqiptare. Edhe ndaj shqiptarëve në përgjithësi. Po, mes tjerash përmendëm me Gjenurin 2 qëndrimet të 2 liderëve përpos liderëve tjerë që përbën koalicionin Vlen. Pra, në njëra anë, zoti Mexhiti e konkretizon shkrirjen e Vlenit duke ofruar vetëm 2 opsione, edhe pse pjesë e koalicionit Vlen janë 6 subjekte politike, një pjesë e tyre akoma të pazyrtarizuara si të tilla. Megjithatë, kjo deklaratë e zotit Mexhiti dhe pas tij vjen deklaratë e zotit Kasami, i cili e cilëson si mendim të padrejtë atë të zotit Kasami. Çfarë reflekton kjo në fakt?
për aktualitetin ose procesin e ribashkimit ose shkrirjes në tërësi të Vlenit? Problemi i shkrirjes së Vlenit është se në fakt zoti Mexhiti është maqineria që e shtym përpara këtë koalicion, ndërkaq që zoti Kasami ka fatin të jetë tek strumbullari i votave të shqiptarëve. Dhe zakonisht liderët politikë shqiptarë në përgjithësi jo rastisht kanë dalë nga zona e 6 zgjedhore, sepse aty ndahen sistemi politike imponon atë ku ti nxjerrën në zonën e 6 zgjedhore shqiptarët marrin nga 15 deri në 17 deputet. Ndërkaq që në gjitha zonat tjera marrin po aq, pra të shtrira. Dhe kjo e imponon zotin Kasami si hisedar, do të thoja në një farë forme, edhe pse zotit Kasami mungojnë disa cilësi dhe disa veti tjera, të cilët zoti Mexhiti ka shumë të perfeksionuara edhe për shkak. Cilësi e ke fjalën së vet? Shimne, zoti Mexhiti është e njeh ka njohuri institucionale dhe di si të sillet me një partner maqedonës, sepse ka qenë 20 vite në qeverisje, ka qenë 20 vite ka bashkëqeveris, ka qenë një nga figurat kryesore me BDI-n dhe e din edhe procesin, i din edhe në përkëmzat që i bën faktori politik ose partneri koalicionit, di edhe si të sillet me ato, di edhe kur ta vendos arogancën, kur të vendoset të toleroje. Pra është më ish ndërvjellët për të udhëhequr një koalicion shqiptar në raport me partnerin Maqedonas. Ndërka që zoti Kasami i mungon, kjo është dërvjellësi dhe i mungon gjithsesi, i mungon edhe përvoja institucionale të cilën e ka zoti Mexhiti, sidomos në raport me faktorin politik Maqedonas. Zoti Kasami bëri do akrobacione të pafalshme në raport me LSDM. Kur hyri në koalicionin kur hyri në koalicion para zgjedhor, ndryshoi formacionin, ndryshoi komplet ideologjin partijake, ndryshoi qasjen nga ridefinim u kthyen në ribrendim, në riintegrim, hupën identitetin e vet. Dhe tash ende nuk e ka rigjet vetveten lëvizja Besa. Prandaj brenda koalicionit ka gjetur komoditetin që këto akrobacione ti mbuloj me premtime të reja dhe me forma të reja. A pajtosh me këtë që zotit Kasami ka humbi identiteti politik për shkak të koalicionit që ka pasur para 5 vite me LSDM-n? Jo, nuk e besoj këtë, sepse ne atëherë... Jo, nuk është çështje besimi, po pse nuk pajtohesh? Shqiptarët i kanë ndihmuar edhe në mënyrë indirekte, po zoti Kasami në mënyrë direkte ka bërë koalicion me ta, sepse LSDM-ja atëherë nuk shuhej, ishte ajtë të themi e domosdoshme, në me thonë. Mbi gjitha ishte parti maqedonase dhe për herë më liberale një koalicion para zgjedhor. Dhe është keq që dal nga dal edhe po zhduket kjo frima liberale të pala maqedonase, dhe kjo është problemi më i madh sipas meje, sepse LSDM nuk shoh ndonjë shenjë që mund të trimëkëmbet pas këtyre goditjeve që po i merr në dy palëzgjedhje edhe parlamentare, po edhe tani pësoj kolaps. Zoti Kasami, njëjtë sikur zoti Mexhiti, është jashtëzakonshëm domethënë në terren dhe këtë dëshmuan edhe zgjedhjet lokale, të fitosh gjithë gati 4 komuna në rajonin e Podlogut, nuk është gjë e lehtë, po njëjtë edhe për zotin Mexhitin. Do me thonë, Gjenor, a ishte i saktë zoti Mexhiti në prognozën e tij që njëri prej tyre duhet të jetë po kjo është sekret publik, nuk e thot vetëm zoti Mexhiti, po. Po shumë zoti Zeqiria Ibrahimi as që përmendet dhe as që merret në konsiderat. As zoti Ibrahimi pa zoti Fetaj deri tani nuk kanë shfaqur ambicie për të qenë lider të Vlenit, por kjo është sekret publik që e ka thonë zoti Mexhiti. Shiko, nuk kanë shfaqur ambicie, por nuk e kanë përjashtuar mundësinë, sepse kemi pyetur edhe nga këto tani mbas komunave të fituar. Zoti Qoku nuk e ka mohuar. Nuk e ka mu, po. Mbas komunave që janë fituar, dihet që gara do të jetë mes zotit Mexhiti edhe zotit Kasami brenda Vlenit, por shpresoj që edhe si shta edhe Seferi, edhe nëse vazhdojnë kështu edhe kjo nuk është shkeq, por është shumë mirë të bëhen një parti, por jo me zor edhe jo në presion, por të shkojë domethënë natyrshëm dhe gradualisht. Spari të shkrihen si them
ideologjia, të shkrihen programe, të shkrihen edhe aktivistët, të formohen deg lokale në gjitha komuna që i kanë votuar dhe pastaj po nga njëri tonë ideologjia nuk mund shkrihet. Ideologjia ose e mban ose ndërron. Jo, po e këtu e kishte edhe idenë sepse çështja është se a ka dallime ideologjike përbrenda këtyre partive që e përbën këtë koalicion. Prandaj edhe kjo mbase a mund të jetë një pengesë që e pengon këtë proces. E para fakti që ende natyrisht se ka dallime ideologjike, por fakti që kanë fituar zgjedhje disi u lehtëson procesin e shkrirjes së një parti, por edhe u jep komoditetin që më vazhdu kështu siç janë. Sepse po qëse qytetarët nuk i kishin dashur kështu siç janë, nuk do të kishin fituar 91.000 vota apo 92.000 sa i morën në zgjedhjet lokale. Pa diskutim, unë mendoj që në mënyrë përshpejtuar është duke punu në këtë aspekt leadershipi i Vlenit për shkrirjen një parti, por nuk besoj që do t'i dëgjojnë, do me thonë, zërat apo presionet e opinionit që vinë nga jashtë, por shpresoj që gjindjet marrëveshja sa më shpejt edhe një presion. Ky presion bëhet me të drejta apo është ndoshta edhe me të drejtë sepse siç thamë edhe më herët, edhe në kalumën liderët e Vlenit nuk e kanë mohu dhe e kanë inkuraju, domethënë shkrirjen e Vlenit dhe duke potencuar dhe shumë organe të tyre tani funksionojnë si një brenda atij koalicioni dhe këtë e kanë thënë shumica prej tyre dhe tani opinioni me ngull mbret që pas kësaj fitimit të shumicës së komunave shqiptare që si do të duket Vleni se ardhmës. Gjenor, për ta përmbyllur këtë diskutim për shkrirjen e Vlenit dhe për të kaluar tek tema tjera, kështu sipas teje, cilat duhet të jenë parametrat ose kriteret e përzgjedhjes së liderit të koalicionit Vlen? Nga jashtë, ti si she, është i mjaftueshëm vetëm parametri i fitorëve që kanë arrit në zgjedhjet lokale, numri i komunave? Po, kjo nuk mund ta mohosh, domethënë, këtë realitet që ka ndodhur në zgjedhjet lokale dhe në pole position dihet që janë që përmendën më herët zoti Kasame dhe zoti Izet Mexhiti, sepse i kanë futuar di komunat më të mëdha shqiptare në nivel me tjerash, se veri përmendin se i mungojnë disa cilësi të zotit Kasame. Po, zoti Mexhiti ka qenë BD 20 vjet, por nuk ka qenë në ekzekutiv, domethënë e dim se ajo përçarje e madhe u bë që pse është zoti Grubi atje nuk jam unë, po ka qenë në BD 20 vjet në pushtet, ka përvojë institucionale, por nuk ka qenë në ekzekutiv. Në ekzekutiv ka qenë një vjet e gjysmë, domethënë në krye, kanë fjalën pjedestal. Pjedestal edhe këtu nuk është në pjedestal, këtu është i barabartë me kretë liderë të tjerë në këtë kohë. Ka qenë zëvendës kryeministri i parë, domethënë më herët nuk ka qenë dhe s'do me thonë që zoti Kasami se nuk ka bagazh institucional, nuk ka qenë ministre e tjerë, nuk duhet jetë lideri Vlenit. As zoti Ahmeti nuk ka qenë asnjëherë, as ka qenë as ministër, po është lideri pa kontestueshëm i BD-s dhe kjo tani po e krahason zoti Kasamin me zotin Ali Ahmetin. Fenomenet, jo, absolutisht jo. Nuk sepse besoj, po që janë në rrethona Paçi, edhe ka qenë kryetar partie, po s'ka qenë ministër dhe kjo është e ditshme për të ne. Dakor. Tani për të kaluar tek çështja tjetër që është shumë e rëndësishme dhe i gjithë fokusi i opinionit publik është tek reformat e Bashkimit Demokratik për Integrim. Përvoja ka mësuar mbase për të krijuar është edhe shkak që krijon një perceptim publik që reformat janë të vështira të ndodhin këtë subjekt politik. Megjithatë, nga kjo parti paralajmëroi që janë duke bërë përgatitje të hatashme për shkaktuar reforma të thella dhe të rëndësishme në strukturat brenda partijake. Sipas teje Sefer, a pritet që në kongresin e 20 dhjetorit në BDI të ndodhen reforma ashtu siç po paralajmëroi? Më pëlqeu ky kualifikimi të hatashme, nuk e di si duket ajo reforme hatashme dhe kush e ka thënë. Po, për ta përshkruar edhe për ta qartësuar këta figura që janë që mos t'jenë më. Shini, me shumë drejt mes atyre dhe unë jam skeptik që BDI do të arrijë të bëjë një reformim të thellë. Të hatash. Megjithatë, arsyeja
pse unë besoj që do të ndodhin këto reforma, është për shkak se BDI nuk e ka komoditetin për t'ju shmangur kësaj radhe. Dhe nuk është vetëm pritja e opinionit që do të ndodhin këto reforma, por është edhe pritja e aktivistëve, por madje edhe vetë funksionarëve të BDI-s që do të ketë një reformim, që do të hapin krahun për një gjenerat, por edhe për fytyra të reja në opinionin publik, në vendimarrje dhe në politikë bërje. Gjithsesi që do duhet të ketë një vazhdimësi institucionale dhe të ketë një vazhdimësi ideologjike si parti politike. Një pjesë e figurave është e natyrshme që do të ngelin, dhe unë uroj që ato figurat të cilët do të ngelin të kenë kredibilitetin dhe të kenë edhe integritetin e duhur, dhe jam i bindur që ky do të jetë një proces të cilën BDI-a nuk e bën nga dëshira, por e bën nga nevoja. Dhe kësaj nevoje nuk mund t'i shmanget më. Është pritshmëria edhe aktivistëve, edhe faktorit ndërkombëtar, edhe opinionit publik dhe gjithëve. Do me thënë, dhe kjo është për të mirën e BDI-s si parti politike, por ajo që na intereson neve si qytetarë është për të mirën tonë, sepse do të rritet përfaqësimi, kualiteti i përfaqësimit politik, do të rritet gara politike, do të kemi figura të cilët do të Sever, me tjera është përmendet që disa figura që janë do duhet vazhdojnë, për cilat figura e ke fjalën? Po shie, unë mendoj që një pjesë e figurave të cilët kanë treguar rezultate në të kaluar, rezultate pozitive dhe kanë një perceptim pozitiv në opinion, do duhet ngelin. Nuk mund të shkoj në figura konkrete, mirë po për shembull zoti Arbër Ademi është një prej atyre që nuk ka ndonjë aferë serioze korruptive pas vetes. Veç atyne ka disa figura të reja që... Jo, me që fillove me zoti Ademin, duhet vazhdosh tutje, sepse pasaj mund të nxirret edhe nga konteksti. Ato mund të nxirren si bu nga konteksti, është i pari që më shkoj në mendje, sepse sot e pash në pres konferencë dhe nuk me që më shkoj në mendje nuk di ndonjë aferë korruptive që ka pasur. Zoti Osmani a duhet vazhdoj në BDI? Edhe zoti Osmani ka pasur rezultate të jashtëzakonshme si ministër i punëve të jashtme, ka kapacitet intelektual, ka kapacitet politik, gjithsesi që vlerësoj se është një nga figura që do të duhet ngelet. Do të ngelin edhe një pjesë e figurave. Zoti Blerim Bexheti a duhet vazhdoj në BDI? Unë mendoj që gjithsesi që duhet vazhdoj, por nuk duhet jetë frontman dhe nuk duhet jetë mendoj duhet hape krah për gjenerata të reja, gjë të cilën ai ka paralajmëruar në disa paraqitje publike që do të spostohet për të hapur rrugë për gjeneratat e reja. Megjithatë, problemi ose ngërçi këtu... Musa Xhaferi a duhet vazhdoj akoma të jetë figurë kryesore në BDI? Unë në përgjithësi mendoj që koha e Musa Xhaferi gjithsesi që ka mbaruar në politikë, mendoj si frontman i politikës, edhe kthimi i atij ishte i gabueshëm, jo më vazhdohet qëndroje. Zoti Musa Xhaferi ka pasur kontributin e tij në edhe para luftës, edhe gjatë luftës, edhe pas luftës në krijimin e kësaj Maqedonie të vitit pas 2001. Megjithatë, aq që dua ta them unë, të gjithë këto figura të krijuara në 20 vite, në të cilët është investuar, domethënë shqiptarët kanë investuar me votën e tyre, i kanë paguajtur me paret e tyre, i kanë mbajtur në ato funksione, ne kemi kapacitete të limitume që kanë kapacitet institucional. Ato nuk duhet të shkyqen nga jeta politike, megjithatë duhet hapin rrugë për gjeneratat e figurat e reja. Sepse edhe nga ana tjetër, jo që kemi ndonjë risi për të hatashme me këto figura që janë. Po mendoj që diskutimin për palën tjetër mbase e kemi plotësuar edhe në aspektin kohor. Po megjithatë Sefer, nga BDI kanë paralajmëruar që nuk pritet të ndryshoj pra lideri i kësaj partie, sipas tyre, pra akoma ka energji edhe vullnet për të vazhduar me udhëheqjen e BDI-s zoti Ali Ahmeti. Mes tjerash, një pjesë të figurave, një pjesë të konsiderueshme që figurave që përmendëm, ju theksua që duhet vazhdojnë. Disa prej tyre akoma në ato pozicione që janë, dhe një pjesë e tyre edhe në prapavi që mos shkyqen tërësisht nga aktivitetit dhe angazhimi tyre politik. Atë çfarë kuptimi kanë reformat, Sever, ose çka quajmë reforma në këtë rast? Shije, gjithsesi që zoti Ahmeti të paktën në këtë moment me patjetër e ka që të ngele.
unë nuk e di nëse Zoti Ahmeti, besoj që edhe Zoti Ahmeti dëshiron të ngele ende, megjithatë është e patjetërsueshme për BDI-n që të mbijetohet si parti politike, sepse vetëm Zoti Ahmeti ka kapacitetin për ta hedhë për te lumit BDI-n dhe ta shpëtoj nga shpërbërja. Megjithatë, unë do të them diçka të cilën nuk e di si do të interpretohet, por unë vlerësoj se Bashkimi Demokratik për Integrim, me gjitha të metat e vetëm, me të gjitha lëshimet, me të gjitha edhe aferat të cilët i ka pasur në të kaluarën, si parti politike është aset kombëtar. Ashtu si që është edhe Alianca për Shqiptarët, ashtu si që janë edhe partitë tjera politike, sepse në brenda atyre ne kemi ndërtuar kapacitetet e përfaqësimit politik. Dhe në këtë rast, BDI përfaqëson, fatkeqësisht PDSH-ja u zhduk nga skena politike dhe prandaj mendoj që për Vlenin është e rëndësishme të bashkohet Vleni dhe të ketë shtrirje territoriale në gjithë Maqedoninë dhe ku banojnë shqiptarët dhe jo parti mahallash. BDI-ja e ka atë sinonim, ka shtrirjen e gjerë. Megjithëse ka funksionuar si punë me feut lokal, por kanë qenë të gjithë në një umbrell dhe kanë pasur një lider. Dhe prandaj, ndoshta si shqiptar, për të mbijetuar përfaqësimin politik ose për të vendosur standardet e përfaqësimit politik, BDI duhet të rikthehet me një, duke mbajtur ideologjinë e vete, por me një funksionalitet dhe organizim modern politik shqiptar. Dhe me këtë shqiptarët ta vënë në presion Vlenin, nëse nuk e bën Vlenin gjithsesi që të dalë një parti politike tjetër që do të ketë shtrirje nacionale dhe do të ketë një lider, dhe kështu ne ta kthejmë betejën politike shqiptare në vijat normale të konkurencës politike. Gjenor, ne po flasëm me Seferin për kongresin e BDI-s, për reformat në BDI, Seferi po thotë që BDI është aset kombëtar. A pritet që në këtë kongresin e arshëm, pra më 20 dhe jo vetëm BDI. Dhe jo vetëm BDI, po, shtoj edhe disa partitë e tjera. A pritet që më 20 dhjetor, Gjenor, në kongresin e BDI-s të ketë reforma sipërfaqësore apo vetëm reforma do të thotë ashtu siç po paralemron reforma të thella. BDI ka pasur kongrese edhe në kaluamën ku janë paralemruar këto reforma, mirë po në ato kongrese ka qenë në pozitë ndryshe siç është tani. Atëherë domethënë ka qenë 20 vjet parti fituese të shqiptarëve dhe edhe pse s'ka ndodhur këto reforma, disi justifikonte veten se janë me këto njerëz i ka fituar zgjedhjet. Mirë po tani nuk është në atë komoditet. Unë këtë termin tënd reformat hatashme kisha zëvendësuar me reforma radikale që duhet ndodhen në BDI. Jo të atën, por radikale, dhe me thotë rëndësore, pa diskutim edhe unë jam i asaj bindje që Zoti Ahmeti duhet të mbetet kryetari e saj partie në qoftë se dëshirojnë që të ekzistoj BDI si parti, si logo, si emblem të shqiptarët, sepse pa atë në krye, BDI do të coptohej edhe më shumë. Jam mëse i bindur. Duhen reforma radikale dhe jo vetëm reforma kozmetike me makijazh. Disa eksponentëve që tani janë në BDI, tani janë deputetë dhe në kryeësi të partisë, koha ju ka mbaruar qysh kur janë publikuar bombat e zotit Zaev. Dhe gjithë kryetarët e kanë ditë, këto që i përmendet ju më herët. Të gjithë? Pa diskutim që të gjithë që janë përmend, dhe me thonën, po që kishim pasur pak kredibilitet moral, ata nuk do të kishin dalë fare më në skenë. Pa pikdyshimit që BDI shumicën e kritikave që i ka pas në këtë një vjeçare gjymës të qeverisjes Vlenit i ka pasur, dhe me thonë, me vend. Mirë po ato transmetimin se kush i ka transmetu ato kritika, narrativin se kush i ka transmetu narrativin e BDI-s, i ka irritu qytetarët. Në me thonë, persona pa këkër kredibiliteti në kalumën kanë transmetu apo kanë qenë oponencë e Vlenit. Dhe që këto narrativa të marrin pesh, narrativa e BDI-s të marrin pesh, unë nuk dyshoj që BDI ka shumë tri taft që duhet që jepen hapësirë dhe shpresoj që ka të mjë dhonë hapësirë këtë kongres të partisë, dhe po që se nuk i jepet hapësirë, atëherë problemi vetëm i Vlenit do tjetë që nuk do të ketë opozitë.
Mirë, për këtë është i vetëdijshëm zoti Ahmeti që përveç atij termitant reforma ta tashme duhet bëj reforma radikale. Për posti. Duhet bëj po. Zotit Rynja me aty mendimin. Pritet bëhen, Gjenora, pritet bëhen. Po duke mendu gjendjen në që ndodhet BDI, këtë rast unë besoj që do të kemi një situatë pak më ndryshe. Çfarë gjendje ndodhet BDI? Gjendje të mjerueshme. Sefer, kush e solli BDI-n këtë gjendje të mjerueshme? Vëmëroja. Vetëm Vëmëroja? BDI-ja ka hapësirë për të kritikuar dhe nuk duhet kursyer në asnjë moment, megjithatë ky nuk është rezultat për shkak të vlenit ose për shkak të humbjes së mbështetjes tek shqiptarët, sa është rezultat i vëmërojës e cila me çdo kusht që nga paraardhjes në pushtet BDI-n e ka parë si një e keqe që duhet zhdukur nga skena politike. Këtë e ka thënë edhe publikisht. Po, Sefer, vetëm këtu një moment, sepse thirrjet vazhdueshme ka qenë nga ana e zotit Ahmetit që partitë opozitare duhet të bashkohen. Dhe këtë dëshirë ja plotësuan, madje bashkëpartiaku i tij e ndihmoi një bashkim të tillë opozitar. Dhe tani kur po flasim ne, kur Gjenuri konstaton se BDI është në gjendje të mjerueshme, se kush e solli BDI-n këtë gjendje? A e solli edhe dëshira e tij e vazhdueshme që partitë opozitare të bashkohen? Pra, nga kjo apo kuptojmë që BDI pas ka mbijetuar në skenë vetëm si rezultati i përçarjes? Ndoshta mund të interpretohet, ka pasur raste në të cilat vota e opozitës së përçarë ka qenë më e madhe se vota që ka marrë BDI-ja dhe kjo ka qenë në vitin 2016 ose në 2014 ose në 2016. Megjithatë, një gjë është e pamohueshme, tash ne nuk mund të bëhemi makiavelistë dhe nuk mund të bëhemi si këto të vlenit që injorojnë çdo realitet. BDI-ja për 20 vite ka marrë legitimitetin nga votuesit. E kanë votuar votuesit. Dhe për këtë nuk ka diskutim, mendoj, për njerëzit cilët i kuptojnë proceset. Megjithatë, se ka pasur hapësirë dhe ka pasur nevojë dhe është e patjetërsueshme dhe është shumë vonë me reformat BDI, edhe këtë nuk e diskuton askush. Madje shumica e veteranëve, le të themi, të BDI-s e kanë kuptuar që ka erdhur koha të hapin rrugë për fytyra të reja dhe për njerëz të ri. Bagazhi 20 vjeçar i qeverisjes vjen me bagazh me cilën çdo politikan në Maqedoni, në një shtet që është i korruptuar, që nga zyrtari më i ulët deri tek zyrtari më i lartë, vjen me bagazh komprometues. Dhe prandaj vëmëroja mundohet me çdo formë dhe çdo mënyrë ta sulmoj BDI-n duke hapur procese dhe duke... Po, vetëm këtu po diskutojmë për reformat edhe kongresin e BDI-s. Sefer, mes tjera Gjenuri theksoi se në ato figura politike që i përmendën të BDI-s, sipas Gjenurit, gjitha këto figura janë delegitimuar nga aspekti i dinjitetit me publikimin e bombave të Zoran Zaev të vitit 2015-2016. Shqiptarët ka një problem, sepse shqiptarët u bën pjesë e fushatës së kompromateve apo të skandaleve të cilët na i sorvuan partitë politike maqedonese. Dhe në mënyrë të jashtëzakonshme, thuajse ne kemi ndëgjuar në krejt këto bomba edhe për korrupsion, edhe për shantazh, edhe për gjithçka. Në gjithçka që bën më shumë për shtypje është tek morali dhe jo rastisht ndash përmes idiotëve të dobishëm, ndash nëpërmjet strukturave të ndryshme, ato godasin Po, këtu dëshiron të ndërhyjë Gjenuri. Po, Gjenon. Kur jemi te bombat, arsyetimi është që bombat kanë qenë se edhe këtë Seferi mundohet me relativizu, se nuk është për të relativizu. Kjo kanë qenë, dhe me thonë, që janë antiligjore, në gjithë e dim që janë antiligjore, për mua më intereson përmbajtje. E përmbajtjen askush se ka kontestu Sefer. Dhe me thonë bombave që i ka pas publikuar. Dhe me thonë, ajo neve duhet në intereson. Apo jo, ato bomba qenë kanë antishqiptare. Pse? Sepse diçka zbardh në një korrupsion, afer korrupsioni, zbardh pazaret që i kanë emru gjykatësit e tjerë e tjerë. Mua personalisht, si qytetar më intereson përmbajtja, pavarësisht
ato bomba janë ligjore apo antiligjore? Po në Ferizaj ke për këto të vlenit sa dush ke në pazar në Ferizaj për këtyre bombave. Publikoj. Nuk mere me atë punë, nuk jam pjesë e kompromentimit, po them që kompromentimi dhe goditja ka qenë strategjike, ndaj figurave të caktuara. Mendoni se për zotin Mexhiti nuk ka bomba? Në t'i publikojnë se dhe? Po jo, po shqe kohë kur publikojnë, dhe u dale aj prej dorësh, do t'i kompromentojnë. Mendoni se për zotin Kasami nuk ka. Po nuk bëhet politika në këtë formë, Gjenur, se shumë presendeve nxjerrin prej konteksti. Ti po supozon, dhe me thonë, mendon që ka, ndoshta edhe ka, ndoshta s'ka, ne pi komentojmë ato që i kemi dëgjuar, ato që janë. Kaq. 20.000 qytetarë janë dëgjuar në këtë shtet. Mënyrë jo ligjore. Ndryshe qytetari ndryshe është kur ke funksion edhe merë përgjegjësi edhe ke çpërdor detyrën zyrtare. Dhe për ato ka pasur procese, në ato procese ku ka pasur indicje për keqpërdorim detyrës zyrtare, ku ka pasur indicje për korrupsion, ka pasur një prokurori speciale që i kanë ndjekur këto lëndë. Nga bombat e publikume, nga këto që publikohen përmes kanaleve të ndryshme nga idiot dobishëm, ajo është tjetër send. Megjithatë, duhet të them që është koha edhe për shkak të këtyre. Tekst, pra përgjimet janë çështje që kanë rënuar dinjitetin e këtyre funksionarëve të integritetin, absolutisht. Dhe unë sa e di ka pasur edhe procese gjyqësore ku ka pasur indicie për korrupsion. Megjithatë, edhe për shkak të kësaj duhet ketë një rifreskim të radhëve të BDI-s që mos jenë të kompromituar. Edhe pse askush nuk mund të garantohet në këtë shtet që politikanët edhe ne si figura publike nuk jemi të përgjuar edhe nuk jemi të kompromentueshëm kur ato do të vendosen jashtë kontekstit. Një bisedë që mund të kemi bërë unë e ti në telefon për dikën që në ndigjon prej jashtë mund dali komplet prej kontekstit. Dhe me atë automatikisht integriteti ytë dhe imi mund bie. Prandaj është shumë me rëndësi që këto mos politikanët shqiptar ose politika shqiptare mos bëhet nëpërmes këtyne materialeve të kompromentume. Gjenor, mbase si pas seferit, Vleni nuk është faktor në qeveri dhe nuk po e bën punën e tyre, nuk po e bëjnë ashtu si duhet, apo ndikon Vleni që BDI të reformohet dhe ta merr seriozisht këtë çështje të reformimit? Është hera e parë që BDI ballafaqohet me një kundërshtar të fuqishëm, do të thonë kanë qenë totalisht të paprigatitur dhe për atë janë kënë gjendje. Këto 20 vjet është shumë e vërtetë, pa kontestueshme që BDI ka qenë fitues absolut, fitues të shqiptar, të kampi shqiptar, dhe këtë askush s'mund ta mohoj. Hera e parë që BDI vërtet pa të oponencë dhe dështoi. Edhe për këtë shkak Vleni këto është dytësore, lere Vlenin, domethënë BDI pikërisht për shkak të rezultatit apo ndjen presion në fakt. Natyrisht se ndjen sepse u thy miti që BDI është e pafitueshme. Herën parë u thy ky mit për shkak se u bashkuan nga të gjithë spektri opozitar atëherë me zotin Taravare, gjithë këta që janë domethënë Vleni fitoi BDI-n. Po, në perceptimi është ajo, po, sepse ne e dim, dëshmitar kemi qenë për këto 20 vjetë. Pas çdo cikli zgjedhor, ora 7 përfundonin zgjedhjet, ora 8 zoti Ahmeti mbante preskonferenca triumfaliste dhe këtë herë nuk ndodhi ashtu, domethënë, patëm preskonferencë pas 5 ditëve. Edhe kjo është e pritshme dhe e natyrshme sepse ka qenë hera e parë që ndodhet edhe disi edhe opinioni shqiptar u habit, sepse gjithmonë e ka pas edhe percepcioni ka qenë sepse në pushtet gjithmonë hyet vetëm përmes BDI-s. Ne dim gjithë këto parti që kanë qenë Vlen, 5 vitet e kaluara kanë qenë në bashkëqeverisje me BDI-n, sepse percepcioni Gjenor, nga regjia më informojnë se jemi në minutat e fundit dhe shkurt dhe qartë. A je optimist që në BDI do të ndodhe në reforma? Dua që jem optimist. Sefer, si pas teje? Unë mendoj që kësaj radhe të paktën në kryesinë qendrore dhe në Këshillin e Përgjithshëm do të ketë dikun mbi 80% ndryshim. Dakor, edhe pyetja e fundit për ta përmbyllur këtë diskutim, a pritet Gjenor edhe viti 2025 kaloi pa ndryshimet kushtetuese, për shkak se ishte viti i zgjedhjeve, 3 pa zgjedhjesh. A je optimist dhe a mendon që vitin që vjen
ndryshimet kushtetuese do të ndodhen? E para është shumë keq që tema kohezive që i ka bashkuar dy entitetet më të mëdha shqiptare dhe maqedonese, do me thonë tema e BE-s, këto një vit e gjysmë nuk ka qenë edhe aq nivel, po ndoshta edhe as pak. Por si dritë në fund të tunelit, apo si shpresë do ta marr si referencë deklaratën e fundit të ambasadores amerikane në vend që thotë që prapa perdeve apo prapa perdeve të opinionit ashtu duke punuar intensivisht qeveria që këtë proces ta deblokojë dhe të kemi të reja në vitin 2026 dhe unë besoj që vitin 2026 përveç se presionit ndërkombëtar do të jetë shumë më ndryshe se ky vit sa i përket ndryshimeve kushtetuese. Mos janë dëshira të fund vitit, po megjithatë Sefer sipas teje je optimist që koalicioni vlen mundet ta bëj presionin i dur tek partnerët qeveritar që ndryshimet kushtetuese vitin që vjen të ndodhen? Absolutisht që. Nuk je fare optimist? Ja. Treguan në një vjet e gjysmë, ato kishin si parakusht që të hyjnë qeveri, pastaj pas 3 muaj, 6 muajshve, pas në një vit qeverisje. Vlen nuk ka kapacitet për t'i bërë presion zotit Mickovski, as për gjërat të cilët janë më të vogla, jo më për ndryshimin e kushtetues. Nuk është në dorën e Vlenit. VMRO DPMN është interesuar për ndryshime kushtetuese? Për VMRO DPMN, mendoj që nuk ka gatishmëri të harxoj kapital politik për të bërë ndryshimet kushtetuese, sepse ato erdhen me vetmin qëllim që nuk do të ketë ndryshime në diktatin bugar. Dhe me që nuk i bëri në 2 vitet e para. Tash garancione, çfarë garancione? Ajo çështja e kërkesës së garancioneve është shumë abstrakte dhe mund të interpretohet si duhet. Edhe kjo në diktatin bugar është lehtësisht e interpretueshme në forma të ndryshme. Ajo që vërehet është ose logjika ime thotë që me që nuk i bën në 2 vitet e para, ku do të kishin mundësi të rikuperonin dëmin e bërë elektoral, vështirë që të bëjnë në 2 vitet e fundit të qeverisjes, sidomos jo nëse do të planifikojnë zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Dakor, ne këtu po e përmbyllim diskutimin. Faleminderit Sefer që ishit me ne. Faleminderit Xhenor. Faleminderit ju shikues të nderuar që na ndjekët deri në takimin tonë të radhës. Mirëmbëjtje.